Rrjetet sociale po vlojnë nga zhvillimet e fundit në jetën private të Bes Kallakut. Aktori duket se ka mbyllur përfundimisht kapitullin e divorcit dhe tashmë po jeton një romancë të re, të cilën nuk heziton ta bëjë publike. Shenjat kanë qenë të qarta. Së fundmi, Besi ka zbuluar një tatuazh me emrin e Jona, datën 25/12/2025 dhe dedikimin simbolik trëndafil në kohë lufte. Gjendjen e tij emocionale e ka shprehur edhe përmes vargut. Më ktheve vajtimin në valle, ndërsa motra e tij, Ana, ka konfirmuar se partnerja e re është pritur ngrohtësisht në familje. Në të njëjtën kohë, ish bashkëshortja e tij, Gjensila Myrtezaj, ka zgjedhur të mos reagojë me fjalë, por me imazh. Këngëtarja ka publikuar disa fotografi në Instagram, ku shfaqet në formë perfekte dhe plot vetbesim. E veshur me një bluzë të bardhë të shkurtër dhe xhinse, Gjensila ka tërhequr vëmendje me paraqitjen e saj elegante dhe buzëqeshjen rrezëllitëse, duke dhënë mesazhin se po kalon një periudhë të mirë personale.